për të parë se çfarë do të ndodhi. Edhe Mazniku është një nga ministrat që ka marrë një rezultat të jashtëzakonshëm. Pra është nga ta rekordmenët që ka luan 20 mishën. Kështu që kjo tregon që ai ka një pesë specifike ose ka marrë se nuk e ka patur përpara. Por shumë kohë u atakua për shkak se mendoi që ky është njeriu i cili ndihmoi Ramën për të rrëzuar Erion Velin, meqense kishin qenë vazhdimisht krau i djathtë i Erion Velis, pra që të mjafti, që themelimet e mjaftit, edhe deri momenti ku Erion Velia ju bë kryetari i bashkisë, momenti që Mazniku u tërhoq dhe kaloi në tagrin e Ramës, aty ne pam ato zhvillime, pam dhe disa sulme që bën ndaj Maznikut edhe në media. Por aktualisht ndodhemi në këtë situatë. Thash, ka veprime që janë kryer, por nuk janë të materializuara akoma në akuza konkrete ku mund të jetë i përfshirë zoti Mazniku. Dhe për sa kohë nuk e kam parë një gjë të tillë, thash, për edhe Benet Beci vazhdon detyrën e lirë, po është në status, është marrë i pandehur. Pra, mund të merresh i pandehur dhe të vazhdosh detyrën. Ne kemi shembuj. Mund të jesh i arrestuar dhe të jesh kryetar bashkie. Kemi rastin e Veliajt. Mund të jesh në arrest shtëpie të jesh kryetar bashkie. Kemi rastin e kryetarit bashkisë Bajram Currit. Pra, i kemi të gjitha format, na kanë mësuar tani që të gjitha element janë të përfshirë. Por thash edhe një herë, në njeriu që deri para 10 shkurtit cilësohej nga të gjithë si numri 2 i Partisë Socialiste, pra zoti Veliaj, tashmë është shpërbër. Pjesa tjetër, unë nuk besoj që zoti Veliaj ka mundësi atje brenda të marrë në qafë në njëri tjetër, se nuk e ka, nuk besoj që e ka këtë mundësi, dhe ka për ta bërë. Ai po lufton për vete dhe për asgjë tjetër në këtë momente.